Trashëgimia kulturore është një reflektim më i gjerë i shqetësimit të përbotshëm për të kaluarën e vet, një vlerë simbolike e patjetërsueshme për historinë dhe kulturën e çdo vendi. Ruajtja dhe përmirësimi i saj ka pothuajse shumë shekuj që po ushtrohet në Europë, ku godinat, kështjellat, çezmat publike, vepra kulti fetar që shënonin dhe simbolizonin vite dhe periudha të shënuara për çdo bashkësi qytetare në Europë, u morën në mbrojtje dhe u merremetuan nga shteti për t'u lënë një memorie historike brezave të tjerë pasardhës. Të fundit që jemi bashkangjitur këtij procesi kemi qenë ne, shqiptarët, jo vetëm për shkak të kushteve historike, por edhe në vletësimit që ne kemi treguar ndaj vlerave tona. Në video tregohet se çka mbetur nga shkatërimi i një kompleksi shtëpish të vjetra të Tiranës dhe si ka filluar të ndërtohet një përbindërsh që do marrë frymën godinave rreth rrotull. Në krah të tyre qëndron Ministria e Kulturës e restauruar. A nuk mund të bëheshin përpjekje për të restauruar edhe këto shtëpi? Kur do të fillojmë të mendojmë se e kaluara nuk mund të fshihet në interesin materialist të së sotmes, sepse ajo qartazi kontribuon edhe për të ardhmen.